Përshëndetje të nderuar miqtë e mi. Ja ku po ritakohemi me ngjarjet më të fundit që në fakt po trondisin shoqërinë shqiptare. Ngjarja e mbrëmshme, sjellja e tmerrshme që bëri Ola kundërdrejt Arbanës dhe qasja e saj kundërdrejt produksionit anuluan televotimin. Do me thënë ishin të gjithë fermerët në televotim, përfshirë disa fermerë të cilët janë në fakt në janë në imunitet, fermerët e tjerë ishin në televotim, por siç duket, pas reagimit të madh nëpër medien sociale, pas kërcënimeve të mëdha në medien sociale, produksioni mori masa që të anuloj televotimin. Tani kjo është thik me dy presa. A është familja e Olës që kanë tentuar masovikisht tek produksioni për të nxjerrë vajzën e tyre nga ferma, apo është vendimi i Agait që ka marrë këtë vendimin për të anuluar televotimin dhe për të hapur një televotim tjetër, ku shqiptarët do të vendosin për të ndenjur apo për të dalë Ola prej ferme. Tani, unë i bindur jam që 90% do ta votojnë që ajo do të del nga ferma. Ola nuk diti që të kërkoj falje. Edhe natën e sonte, gjatë momentit kur Bujaka lexonte zarfin të mbritur në fermë nga Agai, Ola nuk diti të kërkon falje, nuk diti të përmirëson gabimin e saj që shqiptarët ndoshta pak edhe t'i prekte në sedër që ta votonin për të ndenjur në shtëpi. Okej, jemi njerëz, të gjithë bëjmë gabime. Është e padiskutueshme të themi që ne nuk jemi gabimtar, të gjithë gabojmë. Ke mundësinë, ke 100 kamera brenda asaj shtëpie, ke mundësinë për t'i thënë më fal për gjën të cilën unë e bëra, më fal për sjelljen time, më fal për qasjen time kundërdrejt teje Arbana, por edhe kundërdrejt të gjithë shqiptarëve, domethënë të gjithë atyre njerëzve të cilët e ndjekin këtë format dhe janë adhurues të këtij formati, të gjithë atyre votave që shkojnë me lekët e shqiptarëve për të shpëtuar këta banor për të qëndruar brenda në këtë fermë. Më pëlqen vendimi që ka marrë produksioni, edhe njëherë them, uroj të jetë vendimi i produksionit, mos të jetë një shtys nga familja, që do të thënë familja kanë kërkuar pas të gjithë komenteve që ndodhen në rrjetet sociale për të dalë Ola nga ferma. Unë e pash që Ola e përjetoi shumë keq këtë momentin, do me thënë nuk e përjetoi mirë këtë gjën, sepse ajo deri diku e ka një pasqyrë të sajën se çfarë ka bërë dhe e di shumë mirë se si do ndëshkohet. Më vjen shumë keq që realisht nuk diti ta përdorën fermën. Ishte një vajzë që në qoftë se do të përzgjidhte që të nxirrte anën e saj më të bukur, mendoj që publiku shqiptar do ta dashuronte, do ta donte ashtu siç e mbështetën dhe e deshën gjatë kohës ku së bashku me Adin ikën në Gjakov tek dasma e vllait të Adit, do me thënë ka qenë atë natë femra shqiptare më e mbështetur, më e duar trokitur, po nuk e kuptoj, sinqerisht nuk e kuptoj pse Ola duheshte të përdorën kaq shumë xhelozinë e saj, kaq shumë urrëtitjen e saj kundërdrejt një personazhi që është shumë i dashur në fermë. Do të thënë pse te ne shqiptarët ekziston ky fenomeni që ne duhet të kemi kaq shumë urrëtie ndaj një personazhi i cili është shumë i dashur tek publiku. Do të thënë televotimi është anuluar, është hapur një televotim tjetër i cili do të mbyllet pikërisht të premten gjatë prajmit. Unë e di që Arbana përsëri do mundohet që ta arsyeton situatën me Olën sepse qëndrimi i saj edhe mbrëm ishte shumë i ftohtë. Kam patur shumë pyetje, Tiron pse mendon që Arbana qëndroi e tillë? Tiron pse mendon që Arbana qëndroi shumë e heshtur? Tani Arbana është moderatore e një ferme, Eduardi është producenti i kësaj ferme. Ka nisur të bëjë një reality show që ka një ditë fillimi dhe një ditë mbarimi. Nuk munden ato të nxjerrin të gjithë banorët nga ferma për të ndalur inatet edhe mllefet. Unë e kuptoj që në fermë duhet të ketë mlefe, duhet të ketë inate, duhet të ketë luftra, duhet të ketë debate, po duhet të jenë në mes të fermës, do të thënë duhet të jenë mes Sonit, Olës, mes Mozës, Olës, mes Bujakës, Olës, po jo ti të marrësh përsipër të ofendosh sponsorin, do të thënë ta gjuash lëngun e sponsorit edhe mos kesh fare turp për veprimin që bëre dhe nuk rritesh në këmbë ti kërkosh sponsorit një falje sepse ai tjetri paguan lek për të qenë në atë fermë, do të thënë paguan lek, mos jetë sponsori nuk realizohet ky reality show, e kam thënë për të disa të herë dhe nga ana tjetër, do të thënë ti ta quash kuçkë një moderatore e cila ka një bagazh jashtëzakonisht të madh në karrierën e saj,
të moderimit, dhe më e turpshme ishte që produksioni merr këtë vendimin. Unë mendoj që përjashtimi duhet të bëhet më një herë, që kjo vajzë të dilte nga ferma, të merrte veten me të mirë, të kuptonte veten se ku ka arritur dhe pse ja bëri këtë degradim vetes, dhe më pas domethënë të silleshte si njeri normal, po jo të kërkonte falje. Unë e kuptoj që aty e indikuar, aty mund të dalësh nga vetja, po jo ti të vazhdosh me kokë lartësi. Më thënë ajo që mbrom dhe deri më sot edhe tani, ajo nuk e ka ullur kokën e saj dhe sinqerisht nuk e di a do të vazhdon kjo lidhje jashtë me Adin apo jo. Unë mendoj që të premten Ola do të lërë shtëpinë. Do me thënë do t'jetë shëmbulli se si edhe fermerët e tjerë duhet të sillen.